Me penela në duar dhe imagjinat të pashtershme, 10 nxënës nga Gostivari kanë mbushur ambientet e qendrës për kulturë për të kremtuar artin. Ky aktivitet, i cili tashmë po kthehet në një traditë, këtë vit ka zgjeruar gamën e pjesëmarrësve, duke përfshirë për herë të parë dhe nxënësit e shkollave fillore. Lulieta Xhemaili, koordinatore e Departamentit të Artit Figurativ pranë Qendrës për Kulturë në Gostivar, theksoi se ky organizim synon të nxjisë talentet e reja dhe të ofrojë atyre një platformë promovimi. Sipas saj, arti është gjua më e mirë e lirisë dhe e shprehjes shpirtërore. Edhe vite tjera, kjo datë shënu me koloni multietnike, mirë po vetëm me nxënës të shkollave të mesme. Kurse si vjet, kemi vendosur që brenda grupit fusim edhe shkollë të nxënësve të shkollave fillore, junior. Këtë radh janë 7 nga shkollat e ndryshme të qytetit, shkollave fillore, dhe nxënësit e shkollës së mesme janë nga shkolla e mesme industriale. Janë drejtimi arkitektur dhe dizajn. Ne si Qendër për Kulturë vendosëm që këtë ditë ta shënojmë në mënyrë që talentet e ri të kenë mundësi për promovim, të shprehin lirshëm talentin dhe njëkohësisht ku më mirë se qendra mund gjithçka të shprehet në frymën e artit, në frymë lirie, në frymën e së bukurës. Ndër pikturat e ekspozuara ranë në sy tematikat e ndryshme, që nga peizazhet abstrakte e deri te natyra e qetë. Nxënësit u shprehen entuziast për mundësinë e bashkëpunimit dhe mentorimit nga profesorët e tyre. Në këtë pikturë kam paraqitur një farë me far i lartë me dritë çka ju e udhëheqjen anijeve dhe një shtëpizë të vogël pranë farit. Kemi edhe qiellin të trazuar me forma abstrakte, që është në kohën e perëndimit të diellit dhe kjo pikturë ndërthyr bukurinë natyrore dhe ndjenjen artistike. Gjithsesi doja dhe ta falenderoja edhe profesoreshën Jeta, e cila na ka mundësuar të mbarojmë dhe të realizojmë këtë pikturë gjatë një muaj. Edhe më të vegjëlit nuk mbetën pas. 7-vjeçari Riat Jonuzi nga shkolla fillore Çajla nga fshati Çajl tregoi me krenari punimin e tij me moll dhe gjethe, duke dëshmuar se dashuria për artin nis që nga hapat e parë të shkollës. Limuna edhe gjet edhe Kush kanë ndihmuar, kush të mëson në këto punime të aktivizatorit? Jeta. Kush është Jeta? Arsimtarja. Cila klasi je? E dyta. Edhe nga cila shkollë vjen? Shkolla fillore Çajla. Atë presim të ardhmen në Riati të bëhet një piktor i famshëm? Po. Suksese. Faleminderit shumë. Aktiviteti u mbyll me mesazhin e drejtorit të Qendrës për Kulturë Ismet Islami se dyert e institucioneve kulturore do të jenë gjithmonë të hapura për bashkëpunime të tilla, duke premtuar se këto talente do të jenë ardhmë e skenës artistike në vend. Dera e Qendrës për Kulturë do jetë gjithmonë e hapur për ta, për bashkëpunimet e radhës dhe gjithmonë do jemi në mbështetjen e tyre. Gjithashtu dua të falenderoj edhe shkollën e mesme teknike për mundin e tyre që kanë dhënë, shkollat fillore dhe të gjithë nxënësit të cilët kanë qenë pjesëmarrës në këtë eveniment.